Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ambasadorët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian autorizuan hapjen e negociatave me vendet e Ballkanit perëndimor për heqjen e roamingut. Ky vendim do të miratohet edhe formalisht në takimin e ministrave të brendshëm, kur dhe nis procesi negociatave individuale me secilin shtet të rajonit. Presidenca Qeveriote e Bashkimit Evropian pasi përshëndeti vendimin deklaroi se zgjerimi i zonës pa roaming është një shenjë e qartë të angazhimit tonë ndaj rajonit. Vendimi në fjalë referohet hapjes së negociatave për marrëveshje sektoriale ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, përkatësisht për roamingun në rrjetet publike të komunikimeve mobile. Marrëveshja nënkupton lidhje të pandërprerë me tarifa vendore për qytetarët nga rajoni që vizitojnë zonën e Bashkimit Evropian si dhe anasjelltas. Në rast miratimi, roaming ndërmjet rajonit dhe Bashkimit Evropian mund të shfuqizohet në fillim të vitit të ardhshëm. Zbulohen detajet e planit të Francës dhe Gjermanisë për t'i ofruar vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Moldavin me Bashkimin Evropian. Dokumenti i parë nga Euroactiv informon se synimi është krijimi një grupi blloqesh ndërtuese për vendet që po qëndrojnë në dhomën e pritjes së Bashkimit Evropian me qëllim që qeveritë e Ballkanit të përfshihen në shumë fusha të caktuara të Bashkimit Evropian, ndërsa përparojnë në zbatimin e reformave të brendshme. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor janë mbledhur të premte në Malë të Zi për samitin e nivelit të lartë, në fokus të cilit pritet të jetë zgjerimi i bllokut evropian. Autoritetet malazeze të sigurisë kthyen në Beograd 87 shteta serb që kishin mbritur në raportin e Tivarit me një fluturim charter të Air Serbia. Ata kishin mbritur vetëm pak orë përpara hapjes së samitit BE Ballkani Perëndimor. Sipas njoftimeve të drejtorisë së policisë dhe Agjencisë së Sigurisë Kombëtare të Malit të Zi, masa është marrë pas vlerësimeve operative të rrezikut të cilat siç thuhet, kanë treguar se prania e këtyre personave mund të përbënte rrezik potencial për sigurinë publike dhe mbarvajtjen e qetë të samitit ndërkombëtar. Në deklaratën e përbashkët të institucioneve të sigurisë në Malë të Zi, thuhet se janë identifikuar persona që paraqesin rrezik për sigurinë dhe në bazë të ligjit për të huajt dhe vlerësimeve të rrezikut është marrë vendimi për ndalimin e hyrjes së tyre në territor. Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk të riqet nga pozicioni i saj për të mos patur ndryshime kushtetuese. Ministri i Punëve të Jashtme Tim Çomuçunski shpreh këmbgulës se për momentin nuk mund të bëhen ndryshimet kushtetuese për futjen e bullgarëve. Kjo sipas tij mund të ndodhë vetëm nëse krijohet besimi ndërsjellë që nënkupton nëse Maqedonisë i jepen garanci nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Можел да го кажеме дека ние како држава остануваме посветени на европските реформи, остануваме со јасна стратешка ориентација во надворешната политика, но исто така цврсто остануваме. Ajo që mund të them është se ne si shtet mbetemi të përkushtuar në reformat europiane, mbetemi në orientim të qartë strategjik në politikën e jashtme, por gjithashtu qëndrojmë në pozicionin se në këtë moment nuk ka kushte për ndryshime kushtetuese, deklaroi ministri i Punëve të Jashtme. Beogradi ishte ndalesa e radhës e presidentit të Këshillit Evropian në Ballkan, një përpjekje për konfirmimin e të ardhmës europiane të vendeve të rajonit. Pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, Antonio Costa deklaroi se është thelbësore për procesin e zgjerimit zbatimi marrëveshjes së orit në dialogun Kosovë-Serbi. Ato janë thelbësore si për sigurinë ashtu dhe për prosperitetin ekonomik. Dialogu Prishtinë-Beograd dhe zbatimi i plotë i marrëveshjes së orit janë kritike në këtë drejtim. Përputhja me politikat dhe vlerat e Bashkimit Evropian në veçanti me politikën tonë të përbashkët të jashtme të sigurisë, këto nuk janë vetëm parime që ne mbështesin, paralajmëroi presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Komisioni Evropian kritikon Greqinë për mënyrën e zbatimit të rregullave të Bashkimit Evropian kundër pastrimit të parave. Sipas Brukselit, Greqia nuk ka përfshirë siç duhet në legjislacionin e saj kombëtar disa pjesë të direktivës europiane që lidhen me luftën kundër pastrimit të parave, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me veprat penale dhe dënimet përkatëse. Direktiva në fjalë synon të vendosë rregulla të përbashkëta në të gjithë Bashkimin Evropian për trajtimin e rasteve të pastrimit të parave. Sipas Komisionit, qëllimi është të parandalohet shfrytëzimi i dallimeve mes sistemeve ligjore të vendeve anëtare nga grupet kriminale dhe të forcohet bashkëpunimi mes autoriteteve të zbatimit të ligjit. Komiteti për marrëdhëniet me jashtë i Senatit Amerikan miratoi me 19 vota pro dhe 3 kundër kandidaturën e Eric Wendt për ambasador të SBA-s në Shqipëri. Sipas një komunikimi të zyrës së shtypit të komitetit, kandidatura e Wendt mori mbështetje nga senatorët të dyja partive kryesore dhe pritet të kalojë për votim në seancën plenare të Senatit. Në dëgjesën publike të 20 majit në Washington, Wendt renditi si prioritete kryesore luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, forcimin e partneritetit ushtarak mes SBA-s dhe Shqipërisë, sigurinë kibernetike dhe krijimin e një klime më të favorshme për investimet amerikane.
Michael Jongut është propozimi i shtëpisë së bardhë si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Emërimi i tij duhet kalojë procesin e konfirmimit në Senatin Amerikan përpara se ai të marrë zyrtarisht detyrën në Beograd. Shtëpia e Bardhë ende nuk ka nominuar një ambasador për Kosovën, ku që nga viti 2024 udhëhiqet nga një ngarkuar me punë. Krahas asaj, për rajonin e Ballkanit është nominuar Ronald Johnson nga Massachusetts si ambasador në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Peter McCoy nga Karolina e Jugut për ambasador në Maltazi. Në mesin e nominimeve të tjera diplomatike janë dhe propozimet për ambasador në Brazil, Kolumbi, Egjipt, Lituani, Moldavi dhe Kenya. Rusia vijon me sulmet masive mbi kryeqytetin e Ukrainës. Sulmet ruse shkaktuan të paktën 11 viktima në mbar Ukrainën, 4 prej tyre në Kiev. Raketat e dronët goditën kryesisht Kievin, qytetin qendror Dnipro dhe qytetet lindore Poltava, Kharkiv dhe Zaporizhia. Alarmet për sulme ajrore u aktivizuan në pjesën më të madhe të Ukrainës në orët e para të së martës. Sulmet vijnë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski përsëriti të ënën paralajmërimet për një sulm të madh të mundshëm rus dhe u bëri thirrje banorëve të kushtojnë vëmendje të veçantë alarmeve ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëron se pret të arrihet një marrëveshje me Iranin për zgjatjen e armëpushimit dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit brenda javës së ardhshme. Duke folur përmes telefonit me korrespondente në Washington të ABC News, Trump tha se një marrëveshje e paqes mund të jetë edhe më e mirë se sa një fitore ushtarake. Një draft marrëveshje ndërmjetësuar nga Pakistani javët e fundit është përcjellë mes 22 palëve, teksa shumë pasiguri përcjellin negociatat. Ngushtica e Hormuzit është një nga rrugët jetike detare përmes së cilës kalon pothuajse 20% e furnizimit botror me naftë nga gjiri drejt tregjeve ndërkombëtare. Investimi i dhëndrit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jared Kushner dhe të bijes Ivanka Trump ka shkaktuar polemika dhe në politikën amerikane. Hunter Biden, djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden, përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se fëmijët e Trumpit po bëjnë biznese. Ai përmendi çiftin Kushner Ivanka, ndërsa nuk ka mbetur jashtë vëmendjes dhe Donald Trump Jr. për të cilin thotë se ka marrë $620 milion nga Pentagoni përmes një startupi, ndërsa djali tjetër po nxjerr në bursë një kompani dronësh me një vlerë $1.5 miliard. Reagimi erdhi pas sulmeve në media adresuar nënës së tij, Jill Biden. Një komision hetimor i autorizuar nga qeveria suedeze propozon të ndalohet qasja të mitrove në rrjetet sociale. Liza England, kryesuese e komisionit, rekomandon që kjo moshë minimale të jetë 15 vjeç. Teksti i propozuar të dërgohet palëve të interesuara të cilat do të mund të bëjnë pyetje dhe të japin opinionin e tyre. Komisioni propozon që ky tekst të jetë gati më 1 janar 2028. Në dhjetor 2025, Australia u bë vendi i parë që ndaloi rrjetet sociale për fëmijët për t'i mbrojtur nga efektet të dëmshme të mundshme mbi shëndetin mendor. Agjencia e Shëndetit Publike e Suedisë u bën thirrje prindërve të zvogëlojnë përdorimin e telefonave celular pranë fëmijëve. Ajo citon prova në rritje se zakonet e të rriturve para ekranit mund të ndikojnë negativisht në shëndetin dhe zhvillimin e fëmijëve. Rastet e shqyrtuara nga agjencia zbuluan se përdorimi i tepërt i ekranit nga prindrit mund të pengojë ndërveprimet me fëmijët dhe shoqërohet me përdorim të lartë të ekranit midis vetë fëmijëve. Udhëzimet u bëjnë thirrje prindërve të lënë mënjan telefonat e tyre celular kur kalojnë kohë me fëmijët, përveç se nëse pajisjet përdoren së bashku me ta. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.